Në GKK po zhvillohet seanca për dosjen Partizani, ku të pandehur janë kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe dhëntri i tij Amar Bërmalltezi. Si dëshmitar është rritur kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla si person i kallëzues. Gjykata e posaçme antikorrupsion ka pranuar kërkesën e SPAK për thirrje në gjyq të 11 dëshmitarëve. Do të lidhem tani me kolegen Klodiana Lala, e cila ka ndjekur nga afër seancën. Klodi, përshëndetje. Pola, përshëndetje, si kurse ju e tha, Tauland Balla, kryetari i grupit parlamentar socialist, është duke dëshmuar në këto momente përpara gjykatës së posaçme në procesin e njohur ose pakzuar si dosja Partizani me të pandehur kryesor ish kryeministrin Sali Berisha dhe po ashtu dhëndrin e tij Amar Bërmalltezi. Në akuzë janë edhe disa persona të tjerë për veprat penale të korrupsionit dhe pastrimit të parave. Zoti Balla në këtë seancë gjyqësore është duke dhënë shpjegime në cilësinë e kallëzuesit pasi prokuroria e posaçme është vënë në lëvizje pikërisht nga kallëzimi i bërë nga Tauland Balla dhe më pas thuajse 4 vite hetimesh ka marrë pandehur zotin Berisha dhe personat e tjerë. Sipas pretendimeve të SPAK, zoti Berisha, në cilësinë e kryeministit të vendit, ka favorizuar dhëndrin e tij Amar Bërmalltezi për privatizimin e ish klubit sportiv Partizani dhe këto të dhëna, sipas prokurorisë posaçme, ishin referuar pikërisht nga kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla. Duhet theksuar se në hyrje në gjykatën e posaçme, zoti Balla e konsideroi dëshminë e tij dhe këtë ditë si të rëndësishme për drejtësinë, por ai refuzoi në fakt të jepte shpjegime dhe përgjigje për News 24 lidhur me faktin se ai konsideron sërish një drejtësi të re dhe një ditë të rëndësishme faktin që nga ana tjetër mazhoranca socialiste nuk ka lëshuar mandatin e zonjës Balluku, por këtu ai refuzoi të jepte shpjegime dhe tha se i qëndron kallëzimit të tij të bërë ndaj Sali Berishës dhe personave të tjerë. Konkretisht, përpara gjykatës, i pyetur nga prokuroria e çështjes Engeleta Milonai në lidhje me pretendime që kishte ngritur në kallëzim dhe se ku ishte mbështetur, zoti Balla u përgjigj si më poshtë. Prej vitit 2012 dhe në vazhdim kam paraqitur dyshimet e mia në lidhje me mënyrën se si është proceduar për privatizimin e kompleksit sportiv Partizani. Sipas dyshimeve, ky proces privatizimi nuk ishte bërë sipas procedurave ligjore, pasi dyshohet se janë shfrytëzuar lidhjet familjare shtetërore për ta kryer këtë proces brenda një kohe të shkurtër. Sipas zotit Balla është kryer edhe privatizimi. Ai tha më tej se si dashamirës i sportit, ai në kallëzim ka shoqëruar, pra kallëzimin e ka shoqëruar me dokumenta dhe data, pasi në një dokument sipas tij ky klub sportiv ishte në planin e përhapjes dhe në një dokument tjetër nuk ishte në planin e përhapjes për faktin se në atë kohë ishte pronë varësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Gjithashtu, zoti Balla pretendoi se ka një moment tjetër që lidhet me vlerësimin e ndërtesave dhe sipas tij vlerësimi ishte bërë në vlera qesharake. Faza e parë e procedurës ishte e dyshim, theksoi ai, pasi u bë brenda një periudhe prej 6 muajsh, ndërkohë që ky ishte rasti i parë sipas zotit Balla që kishte ndodhur një gjë e tillë. Elementi tjetër, sikurse theksoi ai, që kishte depozituar në kallëzim, kishte të bënte për dyshimet për pastrim parash dhe fshehje të pasurisë dhe tha që ka paraqitur të gjitha dokumentat dhe provat. Ndërkohë që më pas u ndal tek zoti Maltezi, ndonse nuk e përmendi me emër konkretisht. Në atë kohë, thot zoti Balla në kallëzim, ne kemi theksuar se personi që kishte 1/64 e pronës, pra të ish klubi sportiv Partizani, kishte bërë marrëveshje që përpara se të bëjë privatizimi i pronës. Më pas, ai që kishte 100% të aksioneve të shoqërisë Home Plan, ja shet aksionet me një vlerë shumë qesharake, por unë theksoj ai nuk i mbaj mend sepse ka kaluar shumë kohë. Zoti Balla në këto momente është duke u përgjigjur pyetjeve të gjata të zotit Maltezi. Zoti Maltezi e pyeti për funksione që ky fundit ka mbajtur dhe zoti Balla u përgjigj që jam deputet i Parlamentit të Shqipërisë, kryetari i grupit parlamentar socialist dhe shpjegoi edhe për kohën që çfarë funksionesh ka mbajtur në momentin kur bëri kallëzimin. Zoti Balla u përgjigj se ka qenë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në çfarë cilësi e keni bërë këtë kallëzim, pyeti zoti Maltezi. E kam nënshkruar si qytetar sepse në lidhje me këtë çështje kam kryer detyrën si qytetar i Republikës së Shqipërisë, por kam bërë edhe detyrën si deputet, tha zoti Balla, për sa kohë jam përfaqësues i një funksioni publik e për këtë arsye interesi publik është mjaft thelbësor. Sigurisht zoti Balla është një dëshmitar i thirrur nga ana e SPAK, por në momentin që prokurorët e SPAK përfunduan pyetjet, ju takon tashmë të gjithë pandehurve, por edhe avokatëve të tyre mbrojtës i drejtojnë të gjitha pyetjet dhe në finale pyetja e fundit i takon pikërisht prokurorisë së posaçme. Në lidhje me këtë çështje janë paraqitur edhe disa dëshmitarë të tjerë dhe normalisht ne e dimë që më herët është raportuar dhe vendosur nga gjykata që kjo e fundit ka pranuar kërkesën e mbrojtjes
dhe konkretisht avokatit të zotit Berisha, që në cilësinë e dëshmitarit të pyetet edhe kryeministri i vendit zoti Edi Rama. Megjithatë, duhet të përfundojnë provat e prokurorisë dhe më pas të kalohet te provat e mbrojtjes. Ndërkohë sa i përket kësaj seance pritet të zgjasë sepse janë të paktën edhe 4 dëshmitarë të tjerë të cilët do të japin shpjegimet e tyre përpara gjykatës së posaçme. Faleminderit Klodi për informacionet e përcjella në studio. Sekondër ju e përmendët, pak përpara nisjes së seancës në GKK, zoti Balla tha se i qëndron kallëzimit të bërë ndaj kreut Partisë Demokratike Berisha, për të cilin tha se ndërkohë që është në bankën e të akuzuarve, kjo konsiderohet si ditë e madhe për Shqipërinë. Balla devijoi dhe nuk ju përgjigj drejt për drejt pyetjes së gazetares së News 24 Klodiana Lala nëse mban të njëjtin qëndrim sa kohë që në bankën e të akuzuarve janë socialist si Veliaj dhe ish zëvendës kryeministrja Belinda Balluku.